Ka makineria që s'punon? Makineria është gjithë shoku Martin, por nuk ka grur dhe lëshojmë të rihen javë. Po punëtorët ku janë? Punëtorët janë modhi, po blujnë misër. Pushimi darkës! Që kisha në kurish. E, po punëtori madh ky po si. O, shoku Martin. Ju dash ka vjera shumë. Ulluni shoku, ulluni. Edhe ju me ne shoku Martin. Rini të am një kafshore bashkë. Urdhroni e merrni me këto që na ndodhen. Nuk e kemi dhajt mirë bukën, mor shok. Për dhëmbët tona nuk është keq, jo. Paqim gjithmonë, bere qaves. Paqim gjithmonë. Po që më bëndu vasin xhami o derbardh. Vërtet pak bukë kemi, more vëllezër. Edhe atë nuk e kemi aq të mirë. Po qytetarët ama bien të flenë të qetë, se e dinë që atë bukë e kanë siguruar. Sot më pak, nesër më shumë. Këtë nuk e luan as topi. Por do të vijë një ditë ama që do të kemi mall për këtë bukë misri. Koqo. Gjera herën e të dyve, mbase do na kullosin mbi kokë. A, tani e shkele Rifat. Ja, e po barku i Rifatit ka ngrën kaq misernike o shoku Martin sa nuk e merr malli për të jo. Mos e thuaj atë llaf se do të vijë një ditë kemi qef të am pak bukë misri të ngrohtë me djath. More mirë ne fugaret e djeshëm. Po si bëjnë vallë ata fendikojt që ishin mësuar me frënxoll? Nuk e shikon për ata po na amallin e. Fundi le të bjerë ca barku e të varen po turet. Ma jep mua, Fatmir. Shteti ka hallin tuaj, hallin e popullit. Të popullit, po s'po marrin vesh tamam kush është popull dhe kush thjesht. A, prapë shkele fat. Rriti mos dil si kerja para gomarit. Triskë këti, triskë ka Damiani që ron me verdhushkat e fshehura. Triskë ka Lazaq Karapanua që e shet gjalpin si frengu pulën. E të ndahet i tani, kush është popull dhe kush spekulator? Ka ca lajthitje në këto triskat xhanëm. Ka. I ju keni të drejtë, more shok. Edhe partia e di këtë. Unë sapo u ktheva nga Tirana. Këto ditë del vendimi i ri dhe do të vijë në vend të gjitha. Tani që pa hapim punra kudo do t'u themi tërë këtyre shushunjave që fitojnë kurrizë të popullit. Në doni buk nga shteti, për vishnu një kazmë se mjaft ju kemi mbajtur në qafë. E kështu dhe me të lumtët. Tua mbledhim o putat, një hengshat temën një hengshat. Mirë mbrëma shoku Martin. Më thanë që ishit këtu dhe... Ç'kemi, si vajti grumbullimit dritit këto ditë? Po... Mora reto akoma se ke marrë vesh adërzi se shteti ju është i punëtorëve, prandaj ai nuk ka sekrete për ta. Si vetë dorëzimi? Jo dhe që mirë, shoku Martin. Keq thuaj, keq. Miti ku është? Drejtori ka një 3 ditë që ka shkuar fshatrave. A ka dërguar një 2 qerre me drith, po për gjithë qytetin kjo është... Po sikur të mjepi një 2 djem për ekipet e agitacionit në fshat, prishet gjë koço? Meri do të punojmë ne për ta. Ja le të vija Groni, le të vija dhe Fatmiri. Dakor. Mirovem, veç nuk do të qekej caktonit edhe Refatin e gjatë. Po pse mua bre, unë s'jam as edhe i gojs. Ti mund të bësh agitacion edhe për drith, edhe se si mund shtohet populli shqiptar. Jo njeri i tillë prapri. Shoku Martin, Refati këto ditë nxori në dritë vajzën e 6. Po lakmova dhe unë për një cop djala të shkret. E pa urime atëre, të rroj. Kështu si e ka zën ky, do vi puna që një furë tërë gatuaj vetëm për te. Gjithë furrat e Shqipërisë thuaj. Ju lash pa punë djema. Natë në mirë. Natë në mirë. E djalla. Mos bërë zhurëm se po flenënë. Që bën ai? Është tërsi ma. Qëllon me shkelma dhe më lëpa gjumë. Eja se kam lënë zjarin ndesër. Na, pije këtë qaj. Shpejt e doli gjumi mërbir.
Shpi. Më ngistet pak romatizma me nën. Dhe ajo të zgjoj? Mhm. Nuk e gënjen do të nënën ki më i bijo, e njen nga sytë nëna. Jashtu, sa herë gënjen, një më shesi. Tjetër halë ka i dhe nes na i thotë. Po shtë të them me nën. Ja dimri po troket në derë, kurse depo tona s'kan as gjysmën e drithit që duhet kishim grëmbulluar. E di, E si e di? ma lexoj nusja gazetë. A, na bënim për ujtë ftohtë, ë? Me shokët, birë, me shokët. Gjersa jeni në krye të punës edhe do t'u qortojnë. Po mirë na e bënin. Duhet i shtrëngojmë rripat t'i bëjmë ballë. Mos u mërzisni po të kthehem vonë sonte. Prap, mërbi? Në qytet do jesh sot? Po. E po mirë. Mirë me gjesi, zoti sekretar. Dëftohet sot. Zoti sekretar, me lejoni. Çështja e asaj pasurie dhe atij personi që është mërgimtar, mendoj duhet parë jo vetëm nga ana principiale, por edhe morale. Këto gjëra nuk bisedohen në rrugë. E kuptoj. Me lejoni ta konsideroj këtë sinjalizim vetëm si raundin e parë të bisedës. Ju jeni avokat dhe e dini më mirë nga unë se me këto çështje merren gjykatë. O, kudo dhe kurdo herë është dikush përmbi organet gjyqësore përmbi të gjithë. Ju i matni gjërat me metrin e vjetër. Përmbi të gjithë tek ne është diktatura e proletariatit. Nuk e dini këtë? Zoti sekretar! Zoti sekretar! Shoku Martin! Ha? Po kemi hallë edhe ne populli thjesht. Prandaj kthej njerë timonin këte nga pala jonë. Se po të mbërtheu me fjallë avukat Pallku, s'te lëshon si kur të bet mjekra saj pa pas Piridonit. Si e Platon? Shikoj shkruaj, urdhron. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Vetëm tek Platon Bubuqi, djepe së ndyqe për nuse, qivure. Do me thënë ju shërbej nga lindja deri në vdekje, E gjetit. Ulluni sekretar. Zoti avukat, afro dhe zotrote se mundet më bësh një nder. E, ç'është? Bëra qivurin e zoti Selfo Abrashi, që në latris ka të mbrami shkreti. Mirë, po nuk dini se e mora masat mirë se u ma ngjeva dhe më dridheshin duar. Prandaj të lutem, bëj zamet, dhe hajde pak za dy brenda shtriu, se ju të dy ishit të inkalapi. Mos more për shpati. Po vajti të mbledh fajdet në botën tjetër, se ne këtu Ika. Platon, pse e gënjeve or njëri? Kuj që ka qevur prej ka urri. Ndryshe nuk i shqite i rodhja sekretarit. E po me kaq mirë mbeci. Po dale dhe, kërkon të shpëtosh me kulaç pas brezit. Po, ç'ke? A flet ndonjëherë seriozisht? Flas, si nuk flas. Por të ngas fjalën për bamen, për këtë karocierin. Po, karocier. Thuaj jo të gjenjë një punë aty në shtet që të shpëtoj nga taksiratë. Kush ky karocieri? Po bamja nuk ka gojë vetë që të kërkoj. S'kërkon, ky s'kërkon. Pastaj kujt i vete mendja për te. Po dikujt i vete. Ja të vajti ty për shembull. Ti më the mua, gjithë shoqërisi vete mendja për te. Mos vallë ke kërkuar punë dhe nuk të kanë Jo, që dëgjon Platonin, zemër dhemshë Platoni, i vje keq edhe për pëllumbat. Në konsum duen karocier. Shko në zyrën e punës. Mirë, faleminderit. Për kur zot vej? Në pazarin Drithit. Si urdhon? Ec, hyë! Unis dhe Karapanu a kok me shinke djallit. Kërkon t'u presë rrugën pazarakve që t'u blerë Drithin për Seliri. Çmi lini këta dera që t'kullu fitin me nga trigoj more shoku sekretar. Do t'u vi dita dhe atyre. Nese, faleminderit për bamen. I çuditshëm jor Platon. Kur e di që e mira është ysh në fund shtetit, ç'ma mban akoma këtë punishte? Aha, jam kalë që zëroj do të freun. Nuk mësohet Platoni me disiplinë. Thuaj më mirë se ke hallin e xhepit. Kush e ka xhepin e shpuar, s'ka të mbaj brenda. Do t'i gjej drut dhe ajo mushka jote, po shiko mos më futesh miq pastaj. Miru pafshim. Sosha të mira, provojnë sosha të mira. Hajde, grur të mirë të lirë, grur qabe, urdhër. Grur të mirë të lirë. Urdhër. Sa e mban pazarin? Po sa? Që nga mëngjes, zotërote.
120 more zotni. Shthua më, nuk të duket si shumë i kri për këtë çmim. E po të shtia që mani gjithë pazari. Gruri po rritet nga Javania, më Të hajnë të thënë ke zotërote? Po nuk e di ti ç'mundi me heqin për të rritur këtë grur. Flori, na ka hënë thonjt. Pastaj hyj ka për të blerë spyesh shtrenjta lirë. Nga ju kemi. E shtyhyn ty në qese nga jemi ne. Në ke për të blerë blinë mos për se se kemi ngele llafit. Vërtet nuk ja ke ngjen se të mbyti puna e spekulimit. Se kërkon të trashësh zverkun me fukarallëkun e të tjerëve. Si jemi nga ata, zotri, edhe ne nga e keqja po e Nuk jam kulak, ja ku i ke flet kujtancat. Kulakët nuk kanë brirë. Ja kështu nisin e vëndhjan pak nga pak. Hiqeni nga mendja se mund shihni si doni mbi kurrizin e popullit. Për të mirën tuaj kam. Po kjo more. U bëlem shpuna, se merr vesh njeriu me kë ka të bëj. Më ngjan se kam parë diku me makinat njeriu. Mos është ndonjë nga ata të mëdhenj të komitetit. E ore, atë ngeka i të vi rrugëve vërdall. Ku ta dish, mbase vinë vëzhgojnë këtë të shikojnë se çfarë bëhet, prandaj duhet patur mendja. Ti e ke mizën kësul, thash, kot që dollen pazar. Sa gruri? Nuk shesim ja. Aha. Me këta duhet 7 hile edhe një trimëri. Si jemi vetëm për sot. Butalla. E mor bablokin. Sikur nuk u vajtja që mbar muhabeti me sekretare partisë. Shtua more pse ai ishte? Dora vet. Po ju kini hak që nuk e njini, ku ta shikoni ju sekretar në fshat? Pse s'tuaj nga mori lumi? Ja ku erdhi varka që t'ju nxjerr në breg palagur. Shit mani mua gruri me 90 e mbatjen në shtëpi, sa pa ardhur ndonjë nga ata shokët e pushtetit y pyesin fije për pe, jo po e keni shluar detyrimet, jo po ku i keni kujtancat, jo po ujkut të çaj, jo po. Të qoftë falur. Këta dy janë thastë mi. Merri. O Kandarxhi. Ti si do bësh? Po akoma s'me kanë ngrënë trut gomari që ta jap grurin për jam qeni. 100 asë santim shumë. 120 e të rish drejt. E po me qa faq veten atëre. Shko, gjetoj gomar të ngordhë, se me qezon nuk në drejt ju. Hajde grur të mirë, grur qa be, flori. Më të pifsha dollinë, më të pifsha, ja njeriu që mund të bësh tre këti. Ku je kokoroq. Shtrejt ti ke? Janë të mira, zjen me një ujë. Pa djava po i merë. Sa do? 1 kile. Kandari, kush e të rriti kandarit, kandari shtetit, kandari... Shumë shtret. Te i se more pa djava. Kandari shtetit. O? Urdhëro mere. Do e marrësh? Mere. Grur? Grur. Sa para? Sa t'jetë mirë, zë, sa t'jetë mirë. Flori! Si thua, i këmbe me ca plaçka të mira e të bukura? Po t'i shoj mirë. Lanet. Çpate mo? Tilla gjëra nuk mbajnë gratë tona zonjë. Po të kesh ndonjë pallto ta fendikoj ta dojnë gjë tjetër, po. Kam një palë çizme gjau në shtëpi. Çizmet e burrit janë shumë të mira. Hajde se e shoh që ta rregullojmë bashkë, po, ha. Thesi naga. Dhe sa do të gatuaj kjo furrë në ditë? O, shoku Martin, sa 12 furrat vjetra. O, po kjo është gjë e madhe. Jo, dhe aj sekretar, ka të mburni. Jo, është e vërtet. Ja kemi bërë dhe fabrikën e sheqerit që është një vepër aq e rëndësishme. Mirë, po këtë furrë të vogël mekanike ju e bët vetë, nga fillimi deri në fund, me projektin tuaj, mendjen dhe forcat tuaja, vetë. Aj syka! Aj! Aj syka! Aj skuqa! Ja tjeta një djema. O, shokumiti. Ja tjeta. Edhe ju nga këto anë kini qenë shoku drejtor. Po ju qerë ju solli këtej. Për qere kini fjallën, shokumiti. Mos kujtuat se bëm piknik. Erdi shoku Martin aty dhe u krijuan ca brigata agitacioni. Ja të qimen tuaj u munduam të nxjerrim nga qulli. Dhe nxorët më në fund? Cilën? Atë qimen nga qulli, si shtot ky Miteberi. Po ne, për grumbullimin qemë shokumiti. Po ky... Jash na qenka. O ropat keni për ne, zotria ju është, dorë do lisni kështu, more. Për popullit.
Për popullin rropati me të gjithë. Kuptuat? Nisu qiko. Hajs qiko. Ec kuqa. Hajs. Mirë më në djema, nuk më ta sa ta zgrumluat. Ku ta dim ne? Ne nuk ishim ma detyrë. Ne jemi brigat për agitacion. Bëm mbledhje biseduam me komision e detyrimeve. Sa ditë që ndrot më shatë? Dje erdhëm brëm bëm mbledhjen. Pikë si pas kene rënë. Erdhët, folët, hodhët një gur pas shpine dhe hajtu dhe marë se më suftohen të shek. Shokumiti, jo puna fyeni. Ne pa mirë çështjen. Agitacioni ju synon të sjaroj se sigurimi aleancë, klasë punëtore, Lere marë fjalimet, sepse nuk bine fshatari kështu. Sa po këtyet kokën ju, kulakët dhe pasanikët ju nëzorën gjuhë nga pas. Dhe filluan t'i përshpërisin në vesh fshatarit mesëm. Mos e dorëzot drithin. Pse të japi shtetit së liri, ku mund t'a shesë shtrenjt në tregun e zi? Për ideal djema, një varë nuk e këni parë. Ju duhet kishit hyrë në çdo shtëpi bujku. Dhe pas e të kishit nisur karrët plot dritë, atëre po, mund të knoni taq sa qohet tër fusha. O që të rëzuar, ram me hundë. Qo që mbollëm, po s'duruam të korrim. Po sigur të kthehemi. Njerëzit mund t'i gjejmë mbledhur, grumbulluesi do sqaron disa fletë detyrime. E po nisemi. Jo, djema, nuk bën që të ktheheni ju, se do bini në sy si njerëz lëkundur. Po shkoj vetë njërë atje. Ju shoqëroni qerë. Shokumiti. Hajtu dhe mbarë. Dhe mos e varë një kokën. Shkarkoni të peshorja. Mirë. Po ja, erdhe. Ndimoj pak shefetimin. Ndimoj ju. Dale shefetin. Zgjidhat. Atmir, hajde mor djallë, hajde. Oj, po kur pas kanë pjellë. Lepe, hajde birë, peshoj e ti ki mos në zërë në ishi. Mirë, po më parë ndaj veç këtë thesim që u rrotullis nga stiva dhe na u bashkua me këta thaste tu. Oj, si thotë, po pesë tasola, nuk e peki dhe këte kësha ngarkuar një samar të mushkësë. Or, po kuj do t'ja edhe shëndër syti? Mua? Lere aty ku e vodhe sa s'm ta kërcyre i damar i lik. More vesh apo jo? Ore nuk e lo sikur për. Do të shpakur rulla. Çi vjen të zilët njëri ande nga nuk e ka. Mos u zini, po jeni bashkëtar më të uruar, mos u zini. Po njet tu canım. Ha, shoku direktor, man. Bëje tar bjetë njëri. Jetën belan me këtë djalë. Taksira. Ky po turpëron pushtetin popullor ti. Jo more. Rëndon fjala, rëndon. Ore, do ma shkoqitni se ç'po njet tu apo si e keni punën. Po ja, shoku direktor. Unë solla 5 tas me misër. 5. Ky më hidhet e grike më thotë sikur am sjell 4. Ja dhe thasët një lloj ja. Ore gjeni ndonjë lolo që t'ja hidhni ju, jo mua. O shoku drejtor, kur shkarkuan unë po shkruaj parullën, kur ky fështë e përlau një thes nga sipa. Oj ç'pandeti se I kisha syt në prapanicën. Gënjeshtra shoku direktor. Unë kam shahide mulla kamere me nazif në këtu. Na ke, po si? Jo, nuk pash dje. Unë po shkarkoja misrin tim. Marba me dëshmitar se ky unë s'vete as gjerë në... Dale, ta marrim mështruar. Bir tamam se o gjunatos. Po efendim. Admir? Pa prit pak. Të një fare kishe misrin që solleti? Mirë që të ardhe në mënd. Hajde me pesho tani thesin se më bëhet vonë mua. Të një fare ke këtë misër po them apo jo? Ç'na I ke si budalla? Ne një farë kemi këtej, farë floqi. Farë floqi, dëgjuat? E po hapi syt o qorri I bibës. Më shurdhove me llafe dhe unë e humba për një hop. Fasët mund të jenë njësoj, po jo edhe çka thesi brenda. Plasi syt, nuk e sheqësh gjatuk nga jashtëni? Po tani mund të jetë gjatuk, po si? A more ju shikoni apo ju duan llamba? Krimba të gjizës. Vjerja shiqare, harro me paçi. Pesho misrin tëmë, dhe mbylle. Dhe mos pande se e kalove lumin kaq lehtë. Do të dërgoj fjalë të demaskojnë në mbledhjen e fshatit. Turp, bota këqit. Aha, u gjyna to se mulla kamber. Po dëgjoj, vari vetes një nusk që të marr Allahu me të mirë. Ta peshojmë këtë timin? Mirë.
O, shoku miti, qetësi njerëz, qetësi. Ja fat mirësisht në erdhi vetë drejtori. Ha, more, se nuk rash nga sjellë unë. Si jeni, more vëllezër? Si po ja shpini me dimrin që po afrohen? Po çka mbaj? Urdhroni shoku miti, urdhroni se ftohtë. Hajde uluni këtu pranë zjarit. Po ku je bre Nezir pot ka se ka kohë që s'me ke dalë për para. E harrove bukën e vjetër. Jo, e si ta harro kam. S'ta kam dëgjuar zëri. E po ja, pas tokës e pas punës. Në qeta ma, të sokollim të pushka. Urdhroni një nga këto ta zerta shoku miti. Se Neziri mban duan për ari. Diteni. Po marrë një nga të ariut. Të shkretën, si kur t'ishin të gjithë kaq bujar, edhe për dritin që duhet i japin shtetit, ha? Si thoni? Qëto ati ormik? Unë? E po, a ju që s'ja ka bërë fare shkrap me detyrimin, t'i vergishin kokës u lezër? Jam nga pleshi nuk del, bre, nuk del. Po ti more birë, nuk ma qkoqit e mira tallin tim. Të thaj se ma kanë qaktuar ca si te për detyrimin. Nuk e dim more vesh apo jo. Po si jo, Gjaxho, për deri sa ngull kem, ke një farë të drejtë. Po do t'a shojmë. Do t'a shojmë, mos ki me rak. He, më të lumë të goja, më të lumë të. A, e kemi të mirë këta gjentin grumbulluës shoku miti. Mjalë të nëzirë nga goja. Po si, meresh vesh me ta, meresh. Përpiqem. E sho. E po. Daleni vëllezër. Prisni, dëgjoni dhe sqarimin e shokut miti. Po pse o prap mbledhje do bëjmë ne? U bënë bozë këto mbledhje. Jo bre, nuk do bëjmë mbledhje, po një fjalë ma do më dëgjoni edhe mua se su për qametit e. Ja ti bijem shkurt lapit. Si ju aha mandja juve? Përse partia ngull këm që fshatarit ta dorëzoj dritin e shtet? Ku ta dim ne o baballak? Po njerëz pa shkollë në ndërbardhët. E po s'do shkollë kjo punë tare. Jep një sinë të tjerë dhe fund e sabi. Po ka ca njerëz që u vjen për më mirë ta shesin tregzi 5 fish më shtrenjt. Ja këti ortynja tjetër ne i themi spekullim. Mirë po unë po ju pyes. A ka ta katë punëtore që me rrogën e ti ta blet dritin tregun e zi? Unë them se jo. Por aja ma me anë të shtetit nuk e nxjerrën tregzi, as kripen, as vajgurin që ta shes ty si frëngu pulën. E shikoni pra se këtu si kur qalon puna? Punëtore robëtohet, ti majmesh. Ne e këti orë një tjetër e themi shfrytëzim, dhe vetëm ai që merr mendjen e kulakëve mund ta bëjë këtë punë. Aha, bas tjerës të tyre nuk mbrehemi aq kollajne, jo. Po kur s'kemi? S'keni, se vetë do të dorën zjarë. Po atyre që qajnë më shumë, bën vakitu gjenë dridh të futur në dhe. Ata janë ka il të kalbin, e të mos e japin. Mban plera mi kur ju s'ka botë, mban. E po pill pa dera s'ka. Mirë po sikur na ushtuan shumë këta dera dhe nga anë e janë pa. More thamë se nuk do bëjmë mbledhje, po patje po vete kjo punë. Pa çka, shoku miti na tha gjera me mend që duhet i vëmë vath në vesh. Nëse secili le të bëj sipas zemrës. Hajde një tjeta. Hajde Nezir. Ta të ngjude për shoku mi dhe shkojmë shpinë time. A, shoku miti do të vi me mua. E pse? Do të shkojmë në popull, se pastaj thonë që ka vardisen me njëri tjetrin brenda për brenda. Ku do ta shpihesh? Tek Xhezua. Aha, ai Xhezua yt nuk më pëlqen fare mua. Djallë ke, ai me detyrimet është më mirë se gjithë të tjerë. Prandaj ta shtron dhe ty, e? Po pse të gjithë më duan, ti e di. Kanë nderim për sjelljet e mia. Kanë nderim apo si? Ku ta gjejnë këta një grykës si ti që tu bëhet ure tu lër punën hiqe mos e kput. Si shumë pa më dongdis ky djalë mua shoku miti. Au do gëndis ke ti. Ama ta hashe të pishi derrin nëpër kulak, nuk do gëndisesh. Shkulak. Xhezua është fshatar i mesëm. I mesëm, po me sa po shohim i pjell kanë edhe gjelat edhe pulat ati. Pa i me ziri çpati. Si ma punoj kështu? Thatë gjë shoku miti? Azje. Admir. Urdhra. Mos e shuaj zjarrin, sonte do flej këtu. Unë thash të vinit nga shtëpia ime shoku miti. Këtu bën ftohtë. S'ka gjë. Po ju jap dhe unë organin tim. Se pas ke shtruar në një herë, o Zenet. Unë shpesh flet tek fshatarët shoku miti.
Ata më ftojnë dhe unë nuk dua që tu mbetet hatë. E po mirë, shko dhe sonde, mos e prish biografin. Vërja veshin këti djali. Zëre si kutit në partije këto fjallë. Mirëmëngjes, nën marë. Mirëmëngjes. Ka që shpejt, more birë. Unë e mira sa kam ditur zjarin akoma. S'ka gjë. Halem bëdhenjë të nënës. E bëtë gjumin firare bëtë. Duro, more birë, duro. Ha një kafshat bukë më parë, pastaj. Mara e di që ti s'ke vën asgjë në gojë. Paçka. Edhe misri I mirë është. Jemi fukarenja akoma me nën marë. Pa duhet lëmë edhe drithë më njanë, se jemi të rrethuar me hasëme, nuk I dihet që ndodhë. Si thua? Kurseni, birin e nës kurseni. Si një koqire mirë. Për ku e kem mbreur karru? Për një qytet. E pas kemi rrugën bashkë. Ip. Po si kështu o Nezir? Ja kështu o komandant. Dua që kur të vish tjetër herë në Bujkës të mos flasim më për detyrimet. Por të rrimi një natë bashk e të flasim si shok luftën. Pushkët kërcasin, bombat po përcasin, topa mitraloza rajnë pa pushim. Shkatërojnë maqina, hidhen edhe tansa, dhe lufta vazhdon me furi. Pushkët kërcasin, bombat po përcasin, topa mitraloza rajnë pa pushim. Janë një andin në fshatrat tona të shini se që gazet dherë të kemi. E janë njësit po bëhet në një proshkull që s'na pëlqen. Save urit e toreksit dita disë nga tregu I zi. Kjo t'i ka në ambarët, po shtetit duke japin. Pastaj, ca shok në ata të komisionit të detyrime e kanë humbër të ruan. Duhet të matemi, të duroj më thonë. Mirë po e durove shumë kulakun të hyp në kuris pastaj. Faleminderit shumë shoku Jane, do të vim patjetër. Atëre miru pafshim. Shëko se mos ikësh, sonte do të vish nga unë. O, po qenë keni të njohur, eh? Me marën njëvim që në operacionin e dimrit, po si dhe qorape për partizanët. Ky më ka shpëtuar jetën, më gjeti të ngrirë në dëborë. E, kotë kaluara, moj marë. Ashtu. Shiko, të presim të vish patjetër. Mos ki merak. Hyni. Mirë dita. Mund të më prisni? Urdhëroni. Ullën. Kisha shumë gjëra për t'ju thënë, por tani ndihem e turbulluar për para jush. Atëre shkoni qetësoni. Shkruani të gjitha në letër. Jo, nuk dua ta humbas këtë rast. Zoti sekretar, unë jam një grua shumë e mirë. Buri im Angjeli është dënuar me 20 vjet. Aha, Angjel Prokë. Burin tuaj ka dënuar gjyqi I popullit, e tek ne askush nuk mund të dalë mbi popullin. Po si doroj unë, zoti sekretar?
Më kanë futur në një kasolle të jevgjve në Katavarosh. Kjo është e tmerrshme. E pse? Po janë nitëve të më vërtiten mint në përdhom, edhe më bëhet sikur do të më hynë në trup. O, sot më duket sikur aty do të vdes. Nuk do të vdisni jo. Pa mendoni sa vjetë kanë rritur të tjerët në ato kasolle me gjithatë s'kanë vdekur. Në do në të rani mos rrini duar kryq, po punoni. Dua, bile për këtë kam ardhur t'ju lutem. Unë kam mbaruar liceun francez, po nuk e di pse refuzuan të më pranonin si mësuese. Mbase më ndihmoni ju. Punë do t'ju japin, po jo si pasoreksit. Pastaj ju nuk keni shtu mësoni fëmijëve tanë. Po ju nuk do të më jepni asnjë shpresë, zoti sekretar? Unë nuk jam këtu për të mbajtur njerëzit e sërës suaj me shpresë. Po sikur të ndahesha nga burri. Se kam edhe disa arsye të tjera fiziologjike. Ndar pa ndar ju duhet i përvishni krahat punës njësoj. Dhe tani më falni se orari pritis mbaroj. Ha, erdhe? Doja të bisedoja me ju, shoku sekretar. Eja flasim në shtëpi se më ngri urie. Të lutem. Atje e në bujës. Po Zeneli? Zeneli e kishte kryuar me ta. Pas kemi mbetur të fundit. Sa mirë dindet shtirej se. Mirë dita? E po, kështu ja donte zanati. Kush dinte të shtiri? Po ku e di unë me ka e kanë llafin ata dhe ti? Ha, si vajti? Ata janë njerëz prej guri, pa zëmër, pa ndjenja. Një sheri brandi, ju lutem. Edhe ne s'do kemi zemër për ta. Tani duhet të mbajemi fort mervesh. Të hyjmë në sofër pa u ndjerë, me përvuajtje, me durim. Të bëjmë krushqim me ta. Ç'thua avokat? E ku të fusin në derë ata? Do na futin se s'bën, ne mos tyjë një tjetër, se ne kemi në dorë diturin, kurse ata tani për tani kanë ignorancën. Urdhoni zonjë. Faleminderit. Ç'të bëre bukur që filloi? Shumë. Ka lezet për vit të ri. Kujdes makinerin se unë do shkoj në mbledhjen e byros. Njërdon shoku brigadier. Ashtu. Ej, dëgjuat, jeni në komandën time tani këtu. Dëgjuam, more fat, po na lere hat. Mili, qartë shok. Miti vozdari na I tha troç gjera dhe bëri mirë. Zbukurime dhe parulla nuk na hynë në punë. Drithi po mbarohet. Nuk kemi punuar mirë dhe pikë, kjo është. Ç'na mbetet? Një gjë mbetet për mendimin tim. Buka sot është fronti më I vështirë, prandaj të dalim vetë ne në ballë të tij. Kush? Ne. Ne, do me thënë që drejtuesit e partisë dhe të pushtetit në rreth, së bashku me komunistit. Kaq kisha. Ju lutem mbylleni atë dritare. Po na mbyti ty me shkon kopit. I frynë në shpatull shokut Martin. Lëre hapur se nuk kemi prej qelqi që të themi. Do flasësh ti? Natyrisht. Në situata të ndera, heshtja është gabim. Por edhe ngutja e nervozizmi që bura re të disa shokë dhe shoqe, na jerësojnë të vërtetën. Çlirimi ndërgjegjes së komunistit nga disa vargonj. Ore, por nuk mund të bisedosh njerë thjesht, pa këto paravolira për e kopi. Disa shokë nënvlerësojnë teorinë. Prandaj dhe mërziten kur dëgjojnë argumenta teorike të çështjeve. Prakticizmi shok është I dëmshëm.
Le të flasim konkretisht për drithin. Aty po dal. Shoku Miti na raportoi këtu se qyteti ynë rrezikohet nga mbarimi i rezervave të drithit. Pikërisht tani në paqë të dimrit. Dhe na i thot këtë me i qetësi apostolike. E po, buris alarmi nuk do të bijem dhe. Edhe herë tjera ne kemi qenë në situatat ngjashme, megjithatë e kemi kaluar. Shoku Miti, mos e ndërpres. Këtu na u tha gjithashtu se fshati ka drith, kurse depot tona janë bosh. Tani unë ngrej 2 çështje edhe 2 pyetje. E para, kush mban përgjegjësinë për gjendjen? Edhe e dyta, kush na siguron ne se fshati ka vërtet drith? Këtë nuk e vëm në dyshim. Ndryshe pse është plot tregu i zi? Për këtë do flas pak më vonë. Tani unë po bëj pyetjen, kush e mban përgjegjësinë për gjendjen? Le të përgjigje Çoku Pasha. Po të mos keni dëgjuar, po e them prap. Të gjithë mbajmë përgjegjësi. Dhe ne të pushtetit më shumë se të tjerë. Melej, desha të di ti vetë, nuk ndjen as ti thërrime përgjegjësi për këtë gjendje, shoku Kopi? Ky s'është sektori im, shoqja Kristin. Ju këtë e dini shumë mirë. Këtu po lajthitni. Partia dhe shoku Enver na thonë se çështja e drithit është çështje e të gjithëve tani. E si nuk qenë nga sektori juaj kur ju merren me propagandë? Ju ngatroni domosdoshmërinë me rastësinë shoku Koço, dhe ju lutem shumë mos më ndërprisni. Jo pridal të ndërpresë, nuk po e marr vesh ku të re që kani. Shoku Martin, por duhet i them Kopit ta mbaj kalin se ka marrë revani do të qorolliset. Po flete, nuk po del koka gjerave. Ti mund të nënqeshësh sa të duash. E të përshpëritesh me vete se Koço Sharko si punëtor pa shumë gram me zi ujë brenda gjërave të thella. Po për ideal gabon dhe gabon rënd. Këtu bën autokritik të gjithë. Ju su thot zemra gjë për vete. Mirë mos thoni, por ama mos na futni shkopin në përrot. Edhe masën u dashni do të marrim. Por tani duhet mendojmë si duhet i bëjmë ballë kësaj gjendje. Qofsha gabim por më ngjan sikur ti thua me vete që këtë betejë për dritin e humbëm. Hajdeni tani të gjykojmë komandante Pazot. Do me thënë sipas ju shoku Koço del se ne pas kemi fituar këtë betejë? Jo, për ndryshe nuk do të mblidheshim këtu. Para të humbur nuk e kemi ama. Ndaj themi vetes komunistë që ti bëjmë ballë. Shoku Martin, disa shok më keq kuptojnë. Më duket se e marrin lehtë atë situatë që në të vërtetë është alarmante. Po ç'na propozon ti? E gjem pa rrugë dalje këtë situatë? Unë dyshoj në të vërtetë. A e kemi gjitha të drejtë që mendojmë? Po dhe ne e paqim. Që tani dhe kaq shpejt ne nuk jemi në gjendje që ta mbledhim. Pastaj dhe koha nuk është me ne. Po kjo është tragjike, more shok. Është tragjike të merret vesh se qyteti rrezikohet të mbetet pa dritë. Ç'mbetet? Një rrugë. Të lajmërojmë urgjentisht Komitetin Qendror dhe qeverinë të na dërgojnë dritë. Nuk kemi pse të mburemi. Mburja pa bazë është demagogji. Unë jam krejtësisht kundra, shok. Daleni more vëllezër, po kjo është... Po, kjo është disfatizëm. Je urdhër të dërgojnë grur se fabrika mbeti. Grur s'ka. Si s'ka? Po Koç më tha se sot do të punojmë tërë ditën. Po ja që s'ka, Refat. Çdo gjë është me llogari. Kështu dhe s'po ja dalim. Po ham nga rezervat. Qyteti po tret dhjamin si ariu. Nuk e di ma do t'i mjaftoj deri në lëm, thuaj. Fjalosu me mua të them. Po. Mirë, shkoni bluani misër mullint. Mbarove. Rezervoj të drejtën t'i ndërpres edhe unë shokët. Do me thënë të pas ka rënë në sy fakti që shokët të ndërprejnë gjithë një më shpesh. Si që duket, unë pas kam zotësin të ngjallë polemik. Po pse vetëm ti, gjanëm? Të tjerët thas me kasht janë? Shoku Martin, ju lutem, mos bëni shaka. Nuk kemi kohë për shaka. Ti more Kopi na fole këtu si një njeri që nuk dihet pse mundohet të ngatrojë dhe ato gjëra që janë të qarta. Herë kërkon masa disiplinare, po se ndaj kujt, nguron ta thuash. Ndërsa kur vjen puna për të përballuar këtë situatë të vështirë që është krijuar, dredhon, ngret duar dhe dorëzohesh. Ta bëjmë alarm, thua. Po ku? Prap tek partia jon do ta bëjmë alarmin. Po qysh kujton ti se partia i ka depot plot me drithë dhe kërkon të na vërë neve në provë? Ne nuk do ta fshihim gjendjen, jo. Po përderisa jemi të bindur se në fshat ka akoma drithë,
Ne duhet ta zgjidhim vetë situatën. Kemi bërë gabime deri më sot? Po, kemi bërë. Kush nga ne vajtje ushtrua siç duhej këmbë kryq në fshat? Pak kush përveç ndonjërit. Ç'bëra unë vetë për shembull. I mblodha grumbullusit, i sqarova, u thash të mos tepem nga presioni i armikut të klasës, i cili mbjell vërerë, hap parulla çoroditse. Ti do të thuash, kjo është detyra kryesore një drejtuesit partisë, të sqarojë, të mobilizojë njerëzit. Kjo është vetëm gjysma e detyrës. E pra shok, duhet i shtrëngojmë vetë opingat, t'ia qajmë hallin fshatarit ton patriot, e të zbresim atje ku sot është balli i frontit luftës, siç tha shoqja Kristinë. Dhe kjo nuk është thjesht lufta për të bërë detyrën. Këtu është fjala për bukën. Për bukën. Asnjë shtet nuk mund të jetë i pavarur nëse nuk e ka bukën e tij. Për ideal i rapt pikës shoku Martin. Duhet i kishim rënë më parë. Udhëheqja e partisë dhe Shuku Enver na e kanë hequr me kohë vërejtin për këto gjëra. Ora të mbajmë frymën një orë e parë në fshat, siç jemi këtu në byro. Të shkojmë. Dakord. Kristina dhe Miti do të qëndrojnë këtu për furnizimin e qytetit. A, shoku Martin, pse unë të qëndroj këtu? Apo se jam grua? Po jo, moj Kristin, ti ke bredhur dunjan. Po ja një nga sekretarë duhet mbetet këtu, apo jo? E po që e për shokun Kopi, unë mendoj se do t'i bënte mirë të zbriste njëherë në bazë. A ka njeri kundër këtij propozimi? Dakord. E po kështu atëherë, në datën 2 do të nisemi. Tani miru pafshim edhe gëzuar vitin e ri. Gëzuar qofshi. Po ç'bëni kështu, more djemtë e nënës edhe sot? Po ja, prisim plakun e vitit të ri na sillte baklavan në mbledhje. A le gëzuar. Gëzuar nëna. Gëzuar qofshi. Po gëzuar vitin e ri nëna. Gëzuar qofsh të keqe nëna. E me një djalë. Faleminderit. Nuk pas ke shkuar? Jo, kisha pak puna akoma në zyrë. Kujdese në këtë akull mund të thyesh edhe kohën. Ku ta gjesh, po është të bësh kur ta thyejnë shokët? Shokët nuk ta thyen, vetëm ta ndreqin. Varet nga goditja. Nuk të kuptoj. Siç duket nuk të pëlqeu kritika. Jo, por sidoqoftë mund të më kritikoni një bisedë përbashkë shoqërore. Pastaj kuadrat duhen ruajtur. Jo kot. Ku duhet t'jap llogari komunisti sipas teje kur gabon? Para organizatës, para shokëve apo jo? Ti gabove padyshim, mu tregove disfatisisht tha Koçosharku. Dhe mosbesimi yt në forcat tona është shumë i rrezikshëm. Pas mosbesimit vjen gjujzimi. Rrendë po më flisni. Ma mirë tani sa s'është vënë. Baruat? Mistri fundit shoku drejtor. Sonte do të lodh qeni kallajxhiut. Po ku? Eja ta tregojmë rrugës. Po ti ç'ke aty? Tu? Uj, i bekuar. Ore, ti nuk gote. Ja këtu e kam. Hajde mos u vonoti, ha? Mua s'më tregoni kurrë asgjë. Dhe sonde do më punoni në një reng. Nuk po ta fshehim me jo, po vim tek ti. Te ku, në? Po ja, gjystim nga pak e blejmë një dhuratë të vogël për çupën tënde të djathtë. Nisim. Hajde. Kjo është pabesi o shoku Miti. Po pse o Rifat? Të vini tek unë me dhurata dhe të nxirrni shishet nga xhepi se Harifat. Po ne prandaj s'lajmëruam atë bardhë se e dinim që do të diqen shtëpinë, apo jo shoku Miti? Me gjithë organet. Ja, shkon. 2 shishe raki. 2 shishe raki. Marë, po bëjt pura shqyr, marë. Barmen, vjetë nuk ishka shumë njerës. Ishin me të dëshpëruar njerëzit vjetë. Si vjetë ka qef, ka para. Hajde gëzuar. Gëzuar. Bame, si të duket puna ty në komunale? Birin gji, që ka mirë të punosh me shok. Sotrinj, propozoj të thrasim një ura për fuqit e mëdha. Pesa dhe këto ura ishte mangu do karafi. Ura, ura, ura! Jash po se. Aqo.
gjakun i qmendurit. Hynë këtu e flet padogan. O qfaj këti? A, janë djera me zarar këto bame. Ku së djegën pra panica, qke që kruesh? Ju kam dëshmitar që si dhash as një pikë raki për ta nxitur. A, si dëshmimtarës në rëndosh shumë kandari. Ne në ditë tërë qyteti se qka radioza jemi. Po deshe si dëshmimtar, jam merë Karapanën ose avukat Palkon. Atyre ju rridhën qezma. Pirakin, po mos piment. Tralala mbetet të rjetën mori gjorë. Ikore bajgën, se s'pi platonin nga paratet tua. Pjenerë spekulim ato. Hajde si kanë qesma. Gjeli, paguan avukati për mua. Igor. Ngreu. Ka ko për mua, Obame, ka. Shko ti, shko. Ti ke familje, ke fëmijë. Shko ti, shko. Po ti do të vish me mua. E ku të vi? Në shtëpinë time. Do ta festojmë bashkë vitin e ri. Po unë s'jam i shkret, Obame. Edhe unë kam njerëzit e mi. Kam kushërim, kam xhaxhallarë. Kudo mund vete. E di, ty çdo dere të hapet. Po sonte do të vish me mua. Jo, shko ti, shko. Hajde. Jo. Hajde tash ti. Hajde. Shiko, bajgat. Edhe natën e vitit 3 po bëjnë spekulime. Po mirë kuptuan. Të rinit edhe pak shoku Martin. Jo se na pretendon. Shumë mirë. Shkoni. Natën e mirë dhe gëzuar. Andjesh më mirë. Po, mos u bëj merak. Mbrëmulo dhe shumë prandaj. Po s'mund t'ja leja gjithë punët nënës. Këtej. Ku po më shpije? Tek mjeku. Natën e vitit të ri, aman Martin në shturp. Do na qeshin të gjithë. Me që duhet vemi që sonte. Sa i rep të qie. Si drejtori i shkollës tonë. Jo, Donik. Nesër mund të nisem në fshat, nuk do kem kohë. Ka që keq është qendja e drithit? Po. Vetëm ose bisedo me njëri. E di. Njerëzit duhet të flenë të qetë. Po ju do ta sillni drithin apo jo? Patjetër. Më mirë kthehemi Martin, tani jam fare mirë, ja dhe dhimbjet më kaluan. Mos ke frikë, Donik. Faleminderit. Natën mirë, faleminderit. E pe që s'kisha gjë, ko t'u alarmova. Mos harro këshillat e mjekut. Për çdo gjë në mungesën time lajmëro Kristinë. Mirë. Nuk u vonuam nënë, apo jo? Mirë se ardhë. Mos u mërzite vetëm. Jo, mërdhir, ju këthyet shpejt. Sa por ora vjet. Edhe më të ishit vonuar, qefit për ju janë obish. Jo vetëm për ne, mojnën, po edhe për ty. Për ne. Po si. Më rofsh mirë. A e din, kjo është dhurata e parë që po i bën ti nënës birë. Faleminderit shumë. Po nuses. Ja, mua më dhuroj këtë stilograf për të korrigjuar hartimet nxënësve. E po mirë, mirë të keq. Edhe mua më dhuruan diçka punëtorët. A e nje mojnën se kush është? E njeh në Leninin Biro e nje, i madhi të varfër dhe ka qenë.
Po ulluni tani në të res, se edhe Lenini ka thënë që natën e vitit ri, njerëzia duhet të pinë e të këndojnë. Po ti ku e di moj nën se Lenini ka thënë ashtu? E di nëna e di, e ka thënë. Sonte do t'a grim të 3. Të 4, mërë birë? Po të 4. Të rrim bashkë sa për një muaj se pas nesër niseme do të mungoj gjatë. Ku? Po ti... Për në fshat. Na duhet shumë dritë. Po ku do t'a gjeni gjitha të dritë? Do të na japim fshatarët për i natë armiqve. Do të na japin drithin për punëtorët. E po, gëzuar vitin e ri. Gëzuar. Nxitoni ju se vi me këtë plakunin. Shoku Martin. Ecni. Mja tjeta, Gjaxha. Mja tjeta. Po, ku më gjende që më thua, Gjaxha? Fjala vjen, për nderim. E po, rovsh. Po, gapje. Nga qyteti. Ke pare pis këtej? Po në mos paqa nuk pranonim miqët të bujkësit. Por të mirë tyër t'i kemi hapur. Te orë, te, shish. O Gjaxha, desha të pyes, si a shpini me bereqetin? A kanë fshatarët dritë për këtë dimër? Ku ta dish, more birë? Se cili e di vetë ku i pikon që atia. Po kur nuk i zë vetë pikat e kërkon ndimën e fqinjët. Qenke i gojës, s'te lenke shtej këti ordjal, jo. Po që thonë njerëzia? E që gjeje. Sa thonë se shteti do t'i hej detyrimet dhe do t'ja u lerë tërë drithi fshatarve t'a bëjnë si t'dua. Mos t'i gjesë do t'fote. Po në ja lënda ashtu, ku do t'gjej buk punëtori? Po thonë se në ardë ka bereqeti madh nga jashtë. Stalini do në dërgoja, jo dihet. Me gjithatë, sa do që t'na dërgoj, a mbajt shtëpia me mjellë hua? Mbajt, jo, ke akor e birë. E pra, nga do që ta kthejmë del se fshatari duhet ja dorëzoj drithin e tepër të shtetit, apo jo? Më pëlqeke se i ke sanë pak a pak dhe thua të vërtet. Dhe e vërteta more birë është si ajo fara e mire e gruri. E mbjell dhe e di do të mbi, do e vrejnë të forta. E po këtu në ndahet rruga, Gjaxha. Nuk do të vini në fshatin tonë? Jo, në fillim do shkojmë në Boras. U dhe mba. Faleminderit. Dhe e dëgjo, po të vini në Bujgës, e ja një natë në shpinë time, pyet për Tina Qobani. Pa tjetër, Gjaxha, pa tjetër. Miru pafshi. Te e orë të ruar afteshë. Mos bjesh besime. Shiko këm të tua ti. Mirë djesh. Shumë mirë. O, shoku Martin. Tu nja tjeta. Nja tjeta, shok. Nja tjeta. Po je o mirë të buzali se na i bëre si tuj. Si jeni më shoqe? Kryetari lokaliteti. Nja tjeta, shoku Martin, si tu. Mirë. Komuniste e pare zonës. Kam dëgjuar. Si e më besime, mirë? Si jo më mirë, shoku Martin. Ore, me pipere ushqeni këtë kryetarin tua ju. Është zerzek dhe nuk e zëvëndi, prandaj. Po vëreni pak në majmoni se ndryshe që kuptim ka që jeni e vetëmja kooperativ bujqësore në këtë zonë. Drejt ke shoku Martin. Do thonë Mileti, shna bën agitacion për mirëqenien kooperativ. Ja, shini kryetar Myrton si po thahet për ditë. Dhe ne do t'ju themi. E janë një shikoni janë bare të derdimen, që ta kuptoni se ç'bëjmë ne tani që jemi një koqirë të tokës. A, tani për tani jemi vetëm zot të saj, kurse një koqirë si jemi akoma. Kushta? Po ja që bëm shatari ju në dimrit. Rri pa punë e bie në gjumë se a i ariu, apo jo? Vështë të vesh në dimër. Kur ta rrim të punojmë tokën edhe dimrit, biletë qajmë tokë të re, e ta detyrojmë të prodhojmë më shumë atëherë mbase do t'jemi një koqirë të saj. Ashtu. Dunja tjeta! Ja tjeta, mirë se ardhët, ja tjeta. Hajde lumë që Una e mbarë, shok. Mirë, i sartë. Kam i sartë. Tjeni.
Mirë, me mirë nga shtëpia, mirë. Mirë. Si jema? Përse e prisni këtë lëndë? Për shtylla. Për shtylla? Po. Ja këta të borasit kanë vendosur të ndërtojnë centralin elektrik. E me që s'pa ta punë, thash, pa t'hidhe me të qoj njerë. Ehu, kësa i thonë lërë dasme në shko për shkarpa. More ju lumë të këtyre. Ju pjellë mendja. Halë në elektrikut kemi tani. Shoj një qik më tutje se sot mja këta, mirë to. O, shok të malësis pas kanë zbritur e po na presin. Po shkojmë atëre, shkojmë. Një pjeta mirë se rrini. Një pjeta mirë se rrini. Mirë se rrini. Mirë se rrini. Mirë, mirë. Mirë se rrini. Po jam net për ur pas të mirë. Mirë se rrini. Të mirë pas kanë dërë. Lodhëm qik, e? Hajt. Pas keni të mirë bukën këtej, të hajnë kërka syri. Për ideal, për bukë të tillë na është bërë syri baker në andë nga qyteti. Mos vonojmi për mbledhjen shoku Martin se zjarri nuk të lëshon kur. As jemi këtu më shumë se gjysma e komunistëve të zonës. Po, jemi. Pesa s'mund ta filloni më mirë një bisedë këtu në fill. Mbase ju duket se kjo puna e centralit elektrik është jashtë hallëve të ditës. Dhe ndofta ashtu është vërtet. Po që nga gjë e bukur ta fillosh, jo nga hallet, po nga ëndra. Se ne kemi drejtë të ëndrrojmë, more vëllezër. Dhe jo vetëm të ëndrrojmë, por dhe t'i bëhemi krah çdo gjë e të re që lind sot e do të rritet nesër. Që i përket së ardhmes. Mirë, po ç'ndodh? Ndodh që edhe shok komunist të mirë e gjejnë të përpjetë të ndryshojnë ndonjë gjë nga e vjetër. Vërtet, ashtu si që mi qepur, ashtu do të griset. Mos na fut terve na të thejgja mirë ta. Oho, të bëri dhe xhaxha. Maj me shnel. Vash, more shok avash, bëni kështu ja pret fjalën shokut Martinore. Punë madhe këtu jemi rreth zjarrit dhe jo në një mbledhje solemne. E pra, si thash, duhet t'i bëhemi krah çdo gjë e të re që vjen na hyn në jetën tonë si ky centrali Borasi. Po ç'na pengon veç asaj tonës të brendshmes. Ka dhe një gjë tjetër që vjen na hyn në gjak si pa e kuptuar e që na helmon. Kjo është ideologji e huaj. Po, mos u çuditni. Armiku ka vetëm një qëllim, por rrugët për të hedhur vrerin i ka me mirë. Të marrim çështjen e drithit, për shembull. Armiku i jashtëm e di që ne e kemi keq me bukën. E di se kur s'ka bukë, ka pak nëjsira, ka dhe rebelim bile. Prandaj ai mundohet të mbjellë këto pak nëjsi në popull. Dërgon banda, dërgon agent të ndryshëm. Atyrovëm plombin që mos e zënë kemë dhesha ku Martin. Ore, po fjalë nuk e zë do të kollaj me plombse. Ashtu është. A nuk po dëgjojmë tani për ditë thuhet se shteti nuk do të marrë më detyrime nga fshatarët. Se gjoja matjet e tokave u bën gabim. Se qeveria e hoqi triskat fshatarit se s'ka ushqime, plaçka për gjithë popullin, e të tjera. Tani unë duhet t'ju pyes. Këto fjali thot vetëm Kulaku apo dhe njerëzit tanë, fshatarët e varfër dhe të mesëm? E keqja është se këto kanë hedhur rënje dhe tek fshatarët e thjeshtë shoku Martin. Bile edhe tek ndonjë komunist. Ja pra si zuri vend helmi i gjuhës armikut, simboli mosbesimin, kundërshtimin tek fshatarët. Shet drith Kulaku, shet edhe fshatari mesëm. Ju e dini që ne si rreth jemi hambar dritë. E dini që jemi kritikuar për grumbullimin e pakët të dritë. E pra, ky kundërshtim që bëhet me qindra mënyra, kjo zvarritje e ka shpën qytetin në pragun e mbarimit bereqetit, në kërcënimin e urisë. Si ishte mu? Në qoftë se duhet po e përsëris shok, në kërcënimin e urisë. Kjo do të ndodh kur? Sigurisht, por duhet që këtë kërcënim ta përballojmë vetë, bashkë me ju, me fshatarin e varfër. Sepse e dim që në fshat kemi dritë, apo jo? Ore, si s'ka dritë. Ja, këto do të thosha në mbledhjen e sotme, more shok. Kush i thot vetes komunist dhe patrioti, i nxjerr vetë përfundimet dhe detyrat e tij. Ktheuni në përfshatrat tuaj. Bashkë me ju do të vinë dhe brigadat e agitacionit. E po na vaft të mbarë dhe me bereqet. Grupi ynë për në Boras. Dritë këtu, ma e umbër. Dëgjove gjë? Jo. Si të po trokasi? Më i sa të bëjnë në veshët.
Rësasin drut. U është dreqen, po na vjen kaq vonë. Tjeri këtu. Kush është aty? Hape. Çka ndodh? Dal të një, pastaj flasim. Është hysh, të kam thënë. Mos e ja ca kohë tek unë se do më vesh pishën edhe mua. Po të va, pse të ruaj pa edhe kaq vonë. Hajde. Këtej. Hajde. Mirë. Mbrëma. Mira pas e për Cezar. Mira pas e për. Çka ndodh? Qa që? Shko në bëj kafet. Mashallah. Lorije, bro. Po nëzire të shkretën, si është puna? Ka ardhur ai Bubashiri që na foli në pazar. Sekretari, dora vetë. Shtu omër. Shkërkon këtu e. Si tanë të bukur. Po ka vajtur thika në kock për bukë dhe tashti duan të rjepin fshatarin. Se thua që më batërdisën. Se mos vetëm ty. Të gjithve do të rjepin. S'ma amalli për të tjerë, se cili thëre të lele mojnë në ime. Puta lejnë që jeni. Po thoni o leleu në ime, do t'ju hanë gjallë një nga një. Po thoni o leleu në jonë, dhe unë i grusht. Nuk kemi, thoni dhe pikë. Vëllai thua ti po të vejnë në shinjesë. Po mos e thuaj vetë për i këtë vejnë. Bëj të tjerët që të thonat fjallë. Sa nga ta varfanjakët që nuk kanë, se nga ju të mesmit që jeni kaluar, se shepetini, dulja. Po të kundrishtojnë ata që s'kanë zandzë, atëre vete që vete. Atëre i thyen hundët madhit partisë, po ju thyen aty, s'ka gojë se kush të kërkojmë turje pastaj. Bresa të pjellë mendja. Ore këtyre po ju bjen kambanat, po neve kështu ja shpejtojmë akoma. Nuk po të kuptoj. Janë prishur me të gjithë, e tashti kanë betur si mi unë i qypë. Edhe Amerikanët nuk rinë duar kryq. I këti gjura ato banët e diversanëve që hynë e dalin për ditë. Dhe që thua janë me zarar. Se mos i thash në pazar, ty ti thash. Unë jam i mesëm, s'kanë thënë gjithë se janë kontra nesh. A e di që bëri lepuri kur pa kuaj që po i tridhnin. Vullahtari si ziu dhe janë bati me të katra. E pa dherë pra dhe e pyeti. Po ti qke, se trëmësh, ti s'je kalin. Ahu, i tha lepuri, sa ta marrin vesh që s'jam kal, vanë hallatet e mia, kështu i tha. Eri qyfyret, bjeri druve shkurt. Ashtë tha sekretari se kulakët nuk kanë brirë. Ashtë tha se pas ka fshatarë që ka nisu të vënë dhjamë për ditë. Nëse e ti një nga ta fshatarë që ka nisu të vesh dhjamë, thuaj tani që nuk e kalë për të tredhë. Mjaft se do të marrësh një qafë edhe mua në këtë rrugë që po më shpje. Me qafë do të meresh po të rish duar kryq. E kemi davan të gjatë me komunistët Gjezo vllai. Ata duan të na shtrydhin. Duan të na lënë pa brek me derë. Prandaj edhe neve duam t'i ham t'i gjallë ata. Por unë ty të ruaj, Gjezo. Sepse edhe me psofsha unë që jam e damk, mbetesh për nesë ti që je pa njolla akoma. Mbeten fëmijët tanë që do të pusim një gjak hak marrin për ç'na kanë marrë për ç'po heqim. Nuk shuhemi kollaj, ne or jo. Jemi fare zgjedhur e fort. E shtë bëj, të hapa mbarët. T'ju jap edhe shpirtin që të marrin me sy të mirë. Kështu thua ti? Jo, në asnjë mënyrë jo. Buka për ne sot është arma më e fuqishme, po e fituan edhe këta ata bënd patyshëm. Prandaj, ne duhet të marrim vesh se çka ndën më të bëjnë. Çdo t'i premtojnë fshatarit ata. Po ku ta diun? Shko nesër në mbledhje. Por i urtë dhe mos kërcesi gjellë. Unë do që të blesh sa më shumë. Pra, shok, si që thash, punën e keni piskande nga qyteti. Le që ju e keni parë vetë me sytë tuaj kur vinin pazar. Kështu që çështja e dorëzimit të bereqetit si detyrim, bile dhe si të pricën, është bërë jo vetëm e domosdoshme që ti jesh në rregull me shtetin, por është si them edhe detyrë patriotike. Kush i thot vetes patriot, ai nuk mënon të jap bereqetin. Nuk mënon edhe të zbulojë dhe maskojë ata që e kanë fshehur. Kulaka po bishtot e tyre. Vjen puna kështu më vëllezër, njësoj si dien luftë. Nuk mund të rish dot në njanë. O do të tregohesh patriot? O je! Shumë thellë na futet djale.
Shumë thellë. Ma ti fjalët se në ato thekra nuk hymne. Pushoni. Po lere një shokun të mbaroj fjallën. Po ju graria, qna jytë këtu gjanë? Kush drejqen ju ka ftuar në valle? Për të ftuar nuk na ftuan edhe bën gabim këta shokët që na ruan. Mirë po na erdhën vetë. Jemi gjysmë me fshatit në tare, dëgjon? Jeni qanë, por jo për këto puna, ma. Për këto edhe për punë më të mëdha, bile. Mirë, nuk janë të gjitha si ty. Po lere të mbaroj llafin ky shoku tani. Sistemi i ri i dorëzimit dhe i grumbullimit me reciprok është shumë me leverdi për fshatarin. Sepse detyrimin ta kërkon vetëm sipas tokës si ke. Prodhove më shumë për vete, për familjen tënde. Te pricat i shpije në shtet. Me to merr bona dhe ble çfarë të duhet. Ja ky është shkëmbimi reciprok. Ore këto i dim nga gazetat në. Po na thuaj si do t'ja bëjmë sot për sot kur s'ka as drita as fasule. Po ç'na thua ti? Unë them atëre lereni. Mos i kërkoni si vjet fshatarit detyrime. Jo, detyrimi do të shluar para çdo gjëje. Le! Fol shefetin. Ore, mos ta e vini re se helbet e pashkoll jemi ne. Po unë desha të di. Ju për budallëj na merrin neve? Çfarë do të thuash? Fol më shkojur shefetin. Po pse qeveria nuk na merr bereketin sa më shtrenjt? Ja, aq sa çesh në pazar. Qoftë edhe një çik më pak. Por na e kërkon ashtu për dhjam qeni fare badjava. Neve shteti na jep një badjava? Na dolli avukati mas ky shefetini. Beleje? Ti xhaxha gjuhën ma pas ke brisk. Pas më thua tani këto pingat edhe këto shajaket, ku i ke blerti? Në dyqan të shtetit, mor. Në dyqan të shtetit, po i ke bler lirë njësoj si punëtorja, ma. Po kështu shteti ta shet lirë edhe kripën, edhe vajgurin, edhe bezen. Çdo të bëje ti, sikur shteti të ta shiste kripën për shembull 10 fish. Do të thartohesh e keq apo jo? Kurse ti thua se ç'të dhën nga shteti. Pa shikoj ç'të dhën nga shteti dhe badjava fare bile. Po tokën mor shefetin. Shteti me parata ka dhënë. Fol. Pse nuk flet? Aha, s'po i vjen zëri shefetinit, jo. Me lej, Kur do fol Gjanus? unë more vlezër do t'i bje shkurt. Si dje në luft, tha ju shok. Tamam si dje në luft. Edhe unë në një kujtal misri që kam nga te pricat, do shkoj ta dorëzoj qenestri. Të lumë të jënu se tunde. Melej, E gjatine. edhe unë pa qka se e kam shlyur atë pak detyrim. Po them se mundet më teprojnë nja 50 kile kalamoj. Do t'a jatë. Aha, ti dine do t'ja mbushësh ambaret qeverisë. Aq sa mundem. Shiko se mos vjene na kërkon bord pastaj, s'qe ke zakonin në. Nuk do të vijo, jo. Edhe në mos paqa shtetit nuk do të blerë të vdes për bukë mu. Atë lumë të gojë. Ha? Flisni kush e do fjallë. E po djeni pra. Këte ganët tona, si mbas kësaj mëndjes time, s'kini dritë. Kush kish, edha. Të gjithë piqemi me dhjamin ton, si vjet jemi sa si ngushtë se edhe misrin do ngdhisi bryma keq. Lemsh kjo punë, mor djalë. Nuk është lemsh, more shok, jo. Por po na e bëjnë lemsh kulakët dhe pasanikët që përhapin parulla si kjo që the zotrote tani. Allah unë rojtët, që e prishi sa bryma e prishi, po në qoftë të laf pe kulaku unë nuk e zemë në goj. I kam sa ante ndarë me ata unë. Ore, po plaka ta këmbejnë me ceri proka tjenë dyqano. Po me se do ta këmbesh ose feziu? Me një pel të rebre. Nuk e shkëmbendi qasefe, jo, kot sa lëvdojsh. Se mos e shkëmbejnë. Po se pa të grua mbeder si shkopi thati. Gruaja në malë për dru, gruaja për bar, gruaja në shtëpi, në stall. Ja, po unë qbe kam si mbas teje. Ti? Ti vjene na bën qyfyra atëre kur s'ta kemi ngen. Ullu se s'ja del do të me lafe asaj. Të vuri për para besimja, se fe. Qetësi, shok, qetësi. Vazhdoj. Hajde që fyra. Qetësi, shok, qetësi. E po s'është e mundur mos ketë dritë tu more vlezër. Diku fle lepuri. Dhe ne do ta gjejmë se s'bën se për këtë jemi mbledhur. O, e gjen ky djale, gjen. Është gjyetari madh ky ore. Turp të kesh akutare. Po turp se thash të vërtetën o? Lëre se e prishje. Të vërtetën tha. Të vërtetën. O që merni kështu, more vlezër. Flisni me radhë. E po kush kish për të folur o kryetar, foli. Tani po na mbille sytën e. A qkojme. Dalëm, more, dalëm. Le të shkoj Xhazepja se e zuri gjumi. Ne të tjerë do të qëndrojmë. Do qëndrojmë po si. Po që nevoja gjithë natën do të rritë. Shokumiti, nuk dine e keni marrë veshje. Që grurë mbarua? Po, por ama nuk është vetëm kjo. Edhe që milli misit na doli i idhur. Mos bëj panika reto. Do bluem grurin e farës që na mbeti në vjesht. Grurin e farës, shokumiti, e pamundur, po sikur të. Çfarë sikur, more? Shokët tanë s'kan vetu kot në fshat. Brenda javës drizni kemi këtu pik. Po harruat vallë sa i gruri që i helmuar? Është i respektuar me granosan, e di mirun.
Sot nuk po i kuptoj shokumiti, kjo që thoni ju është e tmerrshme. Tash do të bëhet dhe pik. Ha më shumë zerë dhe kështu si lurekulli. Të metin gojë fjale e tmerrshme. Krye agronomin të lutem. Ore, shkencëtar, nuk më thua sa herë duhet lajt gruri disinfektuar me granosan para se të bëhet miell. E di, mon e di, po se që mu tek që të bluaj disa kile për të bërë një birek. Po ja, do të provoj unë. Qërë t'je marrë unë përgjithsin. Ikore se do t'i ves kluk qënke. Po zatën që të gjithë ju që keni studiuar jashtetit, ves kluk jeni. Ha! E po këtë thua edhe? Jo, ju nuk duhet ta bëni, këtë është e rrezikshme. Jo, Gjanëm. Edhe libër të shkencës që thonë që gruri disinfektuar mund të bluhet pasi të ketë bërë 2-3 herë banjë. Shoku drejtor. Unë them që i sinjalizojmë komitetin e partisë. Bëm që mos dërim sot, tani s'kemi se që bëjmë. Por ama këtë që thoni ju, mos e bëni. Pa mendo se që pasojë katastrofale do të ketë si kur smurë qovë dhe një qytetar. Mos u tremb, Hareto. Në mos pash besim tek shkenca ti, që je intelektual, atëre kush do të ketë? Fundja para se të japë në popull, do të bëjmë vetë një provë. Që është gjithë kjo rëmuj kështu? Ja shoku Martin, po mundohem të ndes pak zjarin. Shokët ku janë? Flend, mbrëm baruan vonë. Po ti qke kështu sikur të ka ngrënë deri brunë? A mbledhja mbrëm. Çfarë? Nuk na vajti mbar. Po pse kështu? Nuk e di. Megjithë që diçka e di sigurisht. Çfarë ditë ke ti? Që unë si atë kam për këtë punë. E shkelëm edhe me gratë. Mbrëm haruan të thresnim në mbledhje. Gabim keni bërë. Kurse mua më thanë se ti kishe folur mirë. Ç'mirë zeza shoku Martin, kur nuk u ngritën gjithët premtoni sa ta shpinin drithin në depot. Po pse kaq lehtë ditë ke? Mos prisni që sa të mbaronje të ngriheshin në këmbë të rrisnin në urrat, siç bënit në Kurrut. Po ç'do të bëni sot? Do të bisedojmë me fshatarët një për një. Kurse në darkë kemi përsëri mbledhje. Bisedoni më parë me fshatarët e varë. Lere kishte midis tyre një farë tare që kishte gojën vesh më vesh. A ti si t'ja bësh? A vemi bashkë në cofer të kajtari? Ai ishte më kokë njeshur i shoku Martin. Tamam se që e tillë dhe se është i varë. E po, na bëf të mirë. Kishim edhe ca djathë, lere se çdo të vinte. Lere. Po dalë shikoj, mos ka ardhur në një qerre me misër. Ç'na i more këtë qulla vetë shoku drejtor? Unë e di që kë buk nuk ka rrezik. Mirë po nesën popull del fjale se është gatuar me grur të helmuar. Pra bëhet panik. E kush mund ta bëj këtë? Ja, sa si ky. Prandaj ngula kam që Hareto ta provoj vetë. Olle pas ka menduar. Hyni. Po si kështu duket sikur e pas kemi bërë me fjalë të mësym del në tarës, e? Sa ka pritur e ka përcjell tarjan kone luftës priqin të gjithë. Jam i sartë. Si shokët o Nezir, si shokët. Urdhoni. Zini vend. Dize.
Paske duan të fort. Duan për burra. Agronin e kemi burrë, çfarë burrë? E ka treguar veten në kufi për ballarmikut. Por burëria me madhe të cilën a qenë ka marrë vëllezër. Të poshtësh vetë vete. Po pse na u dash ka të poshtësh vetë veta? A duhet, mor, duhet. Ja ta zëmë se të hyri në park djadhi dhe lakmon të pasurohesh me patashikllëke dhe me poshtërsira. Atere kush është burë, e mposht vetë vetën. E mund lakmin dhe i mbajt rrugës drejt, rrugës nderit. Kush pasurohet ashtu është fundrim. Por janë të pakët këta more shok për para fshatarëve zëmërbardh që mbajtën kurriz tër barën e luftës. Ama bën vaki që edhe i miri djeshëm të marë sot rrugën e shtrambër. E qmi merë një kratër thora zi bre shok. Bjeri në në balë se ashtu i do drut kë mushka ime. Se orë nuk e di tarja se shtetje ka për të mirën e popullit. E di, orë, e di. Kur s'ka fshatari shtijap. E mo shtijap shpirtin, bukën e fëmive t'japë. Flet për vete apo për të tjerët o tare? Ti si kur u ke matrë lëmint dhe ja u djam bartë o derbardë. Pas gjë nuk di tjerë. I di unë të gjitha e di. Por e dini mërë vlezë se i drejti ka do njëre a më shpesh. Kur ma të lemi, tërba të këqin gjezët e nazifrat, e fshen dritin paq dhe ja uovë. Tani që detyrimi bëhet si mas tokës, ata fshen tokën. Nuk e regjistruan tamam dhe prapja uovë. Po kështu a thuajde. Thuajde birën kokë pasanikve. Na bën alarm kot sikur këtu s'ka bere qeta si ri. To i them unë, mërë djali, i them. Por ka dhe ca të tjera që janë të idhura. Ja, e shikoni këtë nezirin këtu. Ç'ke orë me mua ti, kam goj vetun. Ti i shiko mos u bi prak për shtetin, se pas teje vinë edhe të tjerë. Jo, nuk do t'ali as punën tënde. Se për ty e pra të plaka gjirej që ka cara në rëzime që s'bën as urrov grindetarja. Më mire e lem këtë bisedë në do t'jemi shok e miq pas. Jo, nuk e le. Na mërë ku vete. Daleni vlezër, daleni. Letë mos e marim rëmbyrë. Ullu në zirë. Të tulem, po t'jap fjalën kyqive ka pak ti muhabeti. Ka sekrete që nga shkretën sa nuk na e thua dot? Do t'ja them unë, mërë shok, do t'ja them. Se vlezi tanë janë edhe këta. Por këtullet mbetet me qenë që s'do ti. Jo. Por, po. A e dini, mërë shok, se ky neziri këtu tani nuk ka as edhe një grush miell në magje. Si kështu, mos është bërë ndonjë gabim në flet detyrimet. Kemi patur dhe raste të tilla. Ha, jo, vëllezër, jo. Flet detyrimet me erdh tamam si pas tokës që regjistrova. Leri ato ti, leri. Ape barkun këtu. Pa tregona se si vajte regjistrove tërë ato toka me të mira e me aras kërka, ku s'ka një pëllëmbë toke ku mbin vetëm qemba. Pa tregona? Pse s'flet? Se vjen turp o derbardh nuk e kupton. Më vjen turp që u tregova kaq ta maqar. S'pas ka të ngopër fshatari me këtë të ruar tokë shoku Martin. Po mire lem këtë bisedë në doni të më keni këto për miqësi. Po që e kështu atëre duhet parë. Kështu është e se Luana Stopi. Nuk më besoni a qysh? Po të mos u besojmë juve, kujt i besojmë? Pa ju, pa fshatarin e varfën, ne nuk bëjmë dot asgjë. As drithin e fshehur që the ti nuk e gjejmë dot. Ama gjithë së bashku e kthejmë përmbys. Se edhe në mospaqit po të bëjmë thirrje të ndani bukë negojës me punëtorin ju e ndani. E ndajmë. Tani të vetet i them asaj gruas na sjell atë pak raki që na ndodhet, ha? Sillet që na pyet. Po Rukie! Alo? E po më tepër se kujdo, ne në takon të bënim provën, apo jo? Janë gjëra me zarak të shoku miti, do t'ju kritikoj ta din. E ma ja rretta, Kristin. Kritikom. Po çdo gjë shkoj për bukuri. Aj, miru pafsh. Mua po më dhëm koka. Çfarë? Po ja, më merrën mend. Po ti një kore hengra të shkretën. Ne unë gjeshëm paqe dhe prapë ndjem veten qiqër. Ç'na prallis? Panik do të bësh. Jo për nder. Ndoshta e kam nga... Nga frika, Areto. Ty të ngull në kokë si gosh se diçka do të ndodh. Asgjë nuk do të ndodh. E disha bëj një sy gjumë se do të shohësh për mrekulli. E po? Prova dhe gosia morën fund. Hajde dali. Megjithatë shokumiti ju duhet të bisedoni patjetër me ndonjë mjek. Mirën e të rriturit, po organizmi të vegjëlve si reagon vallë. Ta them nesër edhe këtë. Kohë të vështira po jetojmë shokumiti. Kohë të mëdha. Po ti e ndjen veten pjesëtar të kësaj kohe? Sot po, plotësisht. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma.
Po ti? Pse me një këmë si lelek? E dënova unë se ëngri gjithë racionin e të vlajt. Gjergje. Mos e zjo, me si e zuri jume. Plasë si qari deri tani. I ka sjell babi buk leporushi. Po mua. Ti u shdëpe. Po unë ngra buk misri, babi. Mirë. Tani shkoj fli. Nesër do të t'japë edhe ty. Gjergji. Ti ka sjell babi buk leporushi. Zjo pra se vjen leporushi dhe merr prap. Ku e gjete këtë bukë? Ti se ç'ke sonte kështu? Unë? Asgjë. Buk leporushi. Ti bjere fli, unë kam pak punë. Se doli diell. Që babi të shkosh në shkollë? Do më thellësh edhe njërë babus buk leporushi? Po, do të sjell babi plot. Të grujta sot, e shishme. Akoma t'japin 3 ty. Zanaci varfrun, racioni 2 ditëve. Uqërua qytetet edhe nga imbajgë.
Duroni orturuara, duroni. Base nga vjesta kur fillojnë dasmërt në fshat, vinë edhe u kërkojnë. Pa do të mbushen me pajat e nuseve, pa do të u thonin për kuaj. Edhe juve më turuara, do të merren mend duke përkundur fëmijit. Po, s'ka se që bën me këtu baba juaj Platoni. Si mban mu i pilafi. Ja, nesër do ty në kooperativ të artizanatit edhe vetë Platon Bubuqi. Qërë muje paska këtu. O, primadonna! Urdhroni, Greta Garbo! Urdhroni! Ha! Nëse mundem të shërbej. Mos doni në indjep? Gjuhë të hidhur që ke Platon. Unë erdha për qivurin e avokat Palkos. Me që në fisin tona kanë mbetur vetëm pleq, më dërguan mua. Ja, do me thënë na pas kalën shëndetin avokati shkreta, që më thua, moj, që më thua. Bre, po kur janë dolla Firaunit. E mja tani mos u tallë. Nese, qivuri nuk ja bëj. Pse? Se kam vendosur ta mbyll punishten dhe nuk dua ta mbyll duke bërë qivurin e ti. E u, që mu prish mua, ti u mbet paratë. Lere, se do të vriten doçkat. Pas ta mbaj pak zi për palkon e shkret, ti e kish edhe në fis. Ah, unë kam zi në shpirt, Platon. Po pse, moj Klea? Kam mbetur fare e vetme. Ti e di se sa e keqe është vetmia. Ne që të dy jemi fatkeq. E po s'të bësh, moj Klea, ja që jemi. Thonë se vetmia i afron njerëz. Thonë. Po si kur ne të dy. Ja. Jo, ti nuk e ke kejgjan, po unë s'kam para më njanë, moj zemër. Po na mjafton ato që ke Platon pa më te ka Perëndia. Po mua më dojnë shumë. Pse? Që të ble zinxhira. Zinxhira? Po pse që do këto zinxhira? Të lidh ty. Mua? Se ti nuk rën do të vetë me një burë. Që buri poshtër. Jo, nuk jam i poshtër, po jam i menqur. Ja. Erda. Urdhoni brenda. Urdhoni, pse rini për jashtë në këtë tot? Nuk kemi erdhur për të ndenjur, jo. E po të nxjerr nga një rakia atyre. Na moj krua! Jo, lere rakin, lere. E di Nazifi Zanzën që ka more di e me di. Po inshallah bëhet pushteti popullor zemër gjere dhe ma heq këtë damë që kam, se unë dava nga njeze për si gjalli, po urdhoni brenda, urdhoni. A e di si shpuna, Nazif? Urdho? Ne kemi erdhur për atë bereqetin. Që bereqetu në zirë? Unë të tyrimet i kam larë. Këtë e di edhe Zeneli, shkoni pyetin po të donë. Lere o Zeneli, naj nuk është ma gjeti grumbullimit. Ta shti kemi shokun a gronë shvullap. Ti, Nazif, ke registruar tokë më paga sa ke. Për atë tokë duam detyrimet ne. Trego, se nuk kam sa puni për djathën, jo. E keni gabim bre vëllezër, po tokat aty janë, ato s'kan luajtur nga vendi. Shkoni i matni po të doni. More e zgjuar na qenë këti. Tani që kam mbuluar sinore të bora, na thënë këti mati. E po mirë, po çdoni atëhere. Ikni bre vëllezër, mos më binin qafë se është gjuna nga Allahu. Në pranverë sa të shkritë bora do t'i matim edhe tokat. Ta shti të duam bereqetin. E dim që ke fshehur, pra da nxirre me të mirë. Po si, të tëra i ditë këti në zirk. E po ha, urdho gjeni atëhere. Do ta gjejmë ke për të parë. Po si, do të gjeni prapanisën e komarit. Shkome putu brenda ti! E dëgjoj Nazif. Ta thamë me të mirë, po ti nuk do të dëgjosh. Atëre ne për të pushtet popullor, ne do të bëjmë kontroll. Hajde në tjem. Unë po shkoj ka Plevica. Gërmotare, gërbo. Aty kam qenin e ngordurun. Mere. Ku shamar kula ku i qenit. Dhe mos e të pro zullumi se do ta shkurtojmë gjun. Dulja. Po edhe Shefetini. Në kuar qofshin zëmër pullet. Ej, që bëjt? Grëvisu ti mëj. Ç'pate? Pastromani mirë kopshtin, ha gjatë. More, ku i ke butet e tjerë?
Pse mi keni mëruar mua ti sa pute kam patur? Po ja 15 po e po njërë. E po mirë, gjeni. Këtu e paska, këtu! Më bjellë. Më mirë ti se ata. Plani 2 vjeçar do të sjell begatin. Shiheni atë parrull. Pse Shoku Martin? Mos shkruani budallallëq. Kush pas ka thënë ty se me një plan 2 vjeçar do t'i vi begatia popullit? Me Shoku Martin menduam që sa djerës duhet derdhur që t'vi begatia. Shoku Martin. Mirë. Lajmëro. Shoku Martin. Si vajti puna në nga ty? Një tjetër. Shokët po bëjnë një punë të dendura gjitha tjere. Unë nisa për në mbledhjen e pleniumit. Apo do t'a shtym? Jo, pas ditë do t'nisem dhe unë. Po, nuk di si do t'ju dëni. Shoku Martin, t'ju them sinqerisht, tërë këto ditë jam menduar shumë. Nuk di nga t'ja filloj diskutimi tim në mbledhjen e pleniumit. Që më këshilloni ju? Filloj nga vetvetje. Dua të më besoni, kam shumë e shumë net që ri pa gjumë. S'do ishte mirë t'ja filloja nga e kaluara? Nuk besoj, biografin tu e dim, përse? Ndofta, keni të drejtë. Do filloj nga ngjarjet e fundit. Shokët besoj se duhet më kuptojnë, unë nuk di të shtire. Mos e thuaj ka i dëndur këtë gjithë shkretën. Dua të zbuloj veten plotësisht. Dhe këtë bëj sepse ka menduar se ju Shoku Martin jeni komunist dhe drejtues i vërtet. I rrept kur duhet, por i gjerë dhe i dhemshur. Prandaj duhet më kuptoni. Pra po gabon Arkopi. Apja zemrën parti se jo Martin Krekës. Një njeri vetëm nuk mund t'jetë partia. Unë kujtoja se shokët gabimet e mia do t'i quani si gabimet e një kuadri në rritje sipër. Por do t'jem gjithmonë i sinqert, deri në fund. Ato nuk janë gabimet e një kuadri në rritje, por të njeriu në rënje. Dhe ndjen thellë këtë? Do filloj ta ndjej. Ja, këto thuaj e pleniumit. E morët vesh mëre! Ja qetë në grurin kulak! Në nuare këtë se! Hajmë ju dushë! Atë që ke dollë? E dorëzuam dhe detyrimin më vlezë. Dorëzove? Ore kini parë që tani ndjemi si më mirë. Edhe unë do të dorëzoj nesër. Se e sot ka qasi kalabalek dhe... I dhe sot si gjithë të tjerën. Nesra pas nesër. Ashtu thua, ashtu veç tani. E po ikate. Po shyqë. E po shok, nisemi.